Endret Shala, shikues të nderuar, është njëri prej njerëzve më të afërt Fatmir Limajt, për një kohë ka qenë këshilltari i tij në Ministrinë e Infrastrukturës, edhe së fundmi ka qenë deputet në Kuvendin e Kosovës prej nismës social-demokrate. Ardha e Endret Shalës në këtë ministri ka sjell edhe ndryshimin e qasjes mbi kontrollin e naftës, për shkak se e ndriti edhe qeverisja e tij kanë pru frymën që doganës duhet me ju marrë kjo kompetencë dhe kjo kompetencë me shku dhe me u privatizu të disa biznese cilat merren me kontrollin e cilësisë naftës. Gjatë mandatit të Endret Shalës, gjejmë që Endriti ka nxjerrë një udhëzim administrativ me cilin ka leju themelimin e trupave inspektuese, edhe mundi me marrë me mend shikues të nderuar se ata që kanë përfituar prej këtyre trupave inspektuese janë njerëz të afërt të Endret Shalës. Në fakt kemi gjetë që njeriu i cili ka marrë licencë për me qenë në trup inspektuese është kompania e Valdet Teneqës, i cili është i afërt i Endret Shalës, në fakt është boxhanaku i Endret Shalës. I pafajshëm. Se klaron se jam i pafajshëm, lidhur me ata të zërëtisë. Dhe në shkordin e një aty që në zërëtisë, shopë. Ersisht i pafajshëm.